Sot pjolan një mënyrë thjesht si me përgatit sushi në shtëpi dhe del me shihet fantastike. Marrim orizin për sushi, e laj mirë derisa dal uji i qartë. Masanaj e laj me kullu për 20-30 minuta. Masaj kohë e hedhim tenxhere, shtojmë ujin e ftohtë, e mloj me kapak, e lam mu zi. Masi të jetë zi, e lam 10 minuta më pushu me kapak mbyllën. Masanaj e hedhim në një tepsi, e hapim mirë, shtojmë ufllën e orizit, e bajmë kështu me lugë edhe që të ftofet shpejt. Masanaj marrim tepsi me qese kuzhine, rreshtojmë në ta salmonin. Si përhedhim kremin e djathit, të hapim mirë këtë sipërfaqen. Në mes venosim kastraveca ose avokado që të keni dëshirë jo. Hedhim sipër orizin, e shtypim mirë, e mbyllim me qese kuzhine dhe masanej e lam me pushu në frigorifer për disa orë. E kthejmë për mys, largojmë qesen edhe tepsin, e presim simas dëshirës, si përhedhim fara susami e ufull balsamike dhe e kena gati me shiju me salsat e preferume. Faleminderit!